Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Gjykata lë në burg dashnor Dumanin, vëllain e të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani akuzohet për vrasje dhe grabitjen armatosur në Rinas. Stina e Verës sjell problemet e para me zjarret, në pak ditë janë regjistruar mbi 250 vatra në rritje dhe temperaturat, situata po përkeqësohet. Dhjetra mijëra makina qarkullojnë në Shqipëri pa paguar asnjë detyrim ndaj shtetit, debitorët janë njoftuar por shumë pak i shlyejnë pagesat. Big Basta është finalisti i tretë i Ferma VIP 2 pasi fitoi ndaj Anduelit, 4 konkurrentë vijojnë garën ndërsa njëri prej tyre do largohet të hënën. Ministria e Jashtme bëri të ditur se 5 qytetarë shqiptarë ndodhen aktualisht në Izrael dhe të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore. Një ditë pasi Irani nisi sulmet mbi Izrael, Ministria sqaroi se po ndjek me vëmendje situatën e shtetasve shqiptar atje dhe se deri më tani nuk ka asnjë raportim për qytetarë shqiptar të lënduar. Për shkak të situatës, fluturimet janë ndërprerë dhe Ministria këshillon qytetarët të qëndrojnë në kontakt me ambasadën shqiptare në Tel Aviv. Ndërkohë, Izraeli ka mbyllur të gjitha misionet diplomatike në mbar botën, përfshirë edhe ambasadën në Shqipëri. Pas ekstradimit nga Dubai, dashnor Dumani është lënë në burg nga gjykata. Ai akuzohet për masakrën e Bradasheshit me 3 viktima, si dhe për grabitjen armatosur në Rinas. Gjykata posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për dashnor Dumanin, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani. Sipas dosjes së SPAK, Dumani akuzohet si një nga autorët e përfshirë në masakrën me 3 viktima në Bradashesh të Elbasanit, ku mbeti i vrarë vëllai dhe xhaxhai Erion Alibejt, si dhe miku i tyre një shtetas turk. 40 vjeçari gjithashtu dyshohet se ka qenë pjesë e grupit të grabitjes së 9 prillit të vitit 2019 brenda pistës së aeroportit të Rinasit, ngjarje në të cilën u vra Dmir Morataj. Kjo grabitje çoi në përçarjen e grupit në muajt dhe vitet në vijim për shkak të ndarjes së parave, duke sjellë disa vrasje të tjera. Ndërkohë për armiq stafen, masa e sigurisë është ndryshuar nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Sipas SPAK, ai dyshohet për pastrim parash përmes shitblerjes së automjeteve në funksion të organizatës kriminale të vëllezërve Hajdar dhe Franc Çopja. Dashnor Dumani dhe armiq stafa u ekstraduan para pak ditësh me masat e forta sigurie nga Emiratet e Bashkuara në Shqipëri në mënyrë që të përballen me drejtësinë. Nuk dihet nëse dashnor Dumani do të tregohet bashkëpunues si vëllai i tij në mënyrë që të marrë statusin e të penduarit, por në vijim ai do të merret në pyetje nga prokurorit e SPAK dhe dëshmia e tij pritet që të hedhë dritë mbi vrasje dhe krime të tjera të rënda. Efektivët e komisariatit numër 1 në Tiranë kanë arrestuar një 38 vjeçar i cili u kap në automjetin e tij me armë zjarri dhe drogë. Në pranga ka rënë Krisalt Kundraxhi, i cili fillimisht u ndalua nga Blut në rrugën Ali Demi, pasi agjentët kishin dyshime se ai ishte përfshirë në aktivitete të palishme. Gjatë kontrollit në makinë si dhe në banesë, 38 vjeçarit ju gjet një pistolet, municion luftarak, 304 gram kokainë, mbi 130 tableta ekstazi, 3 veshore elektronike si dhe pjesë arme. Krisalt Kundraxhi akuzohet për armbajtje pa leje dhe shitje narkotikësh. Në pranga ka rënë gjithashtu edhe shoku i tij që ishte në makinë, Jurgen Kovaçi, i cili akuzohet për moskallëzim krimi. 2 muaj më parë, një konflikt mes disa personave në një lokal në Tiranë përpaksa nuk përfundoi në një tragjedi. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se në fillën e debatit që përfundoi me grushte dhe përdorimin e pistoletës. Këto janë pamjet e kamerave të sigurisë të restorantit në afërsi të liçenit artificial, brenda të cilit në muajin prill, disa persona në shoqërinë e njëri tjetrit u përfshinë në një konflikt fizik dhe madje edhe me armë. Protagonisti i ngjarjes ishte personi që shikoni në video me kapele në kokë, me bluzë të kuqe dhe xhup të zi. Ai është Ilir Shabanaj, i njohur dhe me emrin Adriano. 51 vjeçari ish kryetari i komunës së Kurjanit në Fier, është i njohur për drejtësinë pasi më herët ka qenë i arrestuar për trafik droge. Shabanaj, pasi ishte takuar me disa persona të tjerë në lokal, është konfliktuar me njërin prej tyre pasi ai nuk i dha dorën.
Ata shtyn njëri tjetrin, ndërkohë personat e tjerë në tavolinë janë munduar që të ulin tensionet. Me pas të gjithë kanë dalë jashtë lokalit për t'u sqaruar, ndërkohë që në lokal u futen klientë të tjerë familjar. Fill pas tyre, personat e përfshirë në sherr janë rikthyer në tavolinën e tyre, ndërkohë që Ilir Shabanaj pasi shkoi në makinën e tij mori pistoleten, rikthehet në lokal duke kërcënuar dhe goditur Kasem Stanin, me të cilin nisi debatin fillimisht. Sipas policisë, gjatë përleshjes arma është shkrepur aksidentalisht, fatmirësisht pa lënduar njeri. Pas konfliktit të gjithë janë larguar, ndërsa ish kryetari i komunës së Kurjanit, i gjakosur në fytyrë, është munduar që të merrte pistoletën dhe të largohej gjithashtu. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj nga ngjarja e rënd, Ilir Shabanaj është ende në kërkim nga policia. Kjo verë pritet të mbizotrohet nga temperatura shumë të larta e përpasojë edhe nga zjarre masive. Autoritetet vërejnë se shenjat e para janë dhënë, ndërsa problem mbetet zjarrvënie të qëllimshme. Gjatë muajit maj e deri në mesin e muajit qershor në vend janë regjistruar mbi 250 vatra zjarri, disa prej të cilave ishin të rrezikshme, por fatmirësisht janë shuar dhe nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Disa persona janë shoqëruar për zjarret, ndërkohë që autoritetet vërejnë se të gjitha rastet kanë qenë të qëllimshme. Ne kemi pasur rreth 250 vatra zjarri, pra shfaqje zjarri, ku 2-3 vatra kanë qenë problematike. Ajo fundit ka qenë vatra e Darzezës, e cila u menaxhua nga strukturat vendore, bashkitë fqinje dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bëri të mundur ndërhyrjen me helikopter për të mos e lënë zjarrin të avanconte. Këtë verë pritet të kemi zjarre të përmasave të mëdha për shkak të temperaturave të larta që parashikohen të mbizotërojnë në vend. Gjithmonë piku i zjarreve është në muajin pas muajin korrik, pra mesi korrikut dhe në muajin gusht. Jo i parëndësishëm është dhe shtatori, pasi sipas meteorologëve ne kemi si vjet kemi një verë, do kemi një verë shumë të nxehtë ndryshe nga verat e tjera. Pra stina e nxehtë do bëj që patjetër që zjarret do të jenë në ndoshta edhe me përmasa të mëdha. Njësitë vendore kanë marrë masa për menaxhimin e situatës në mënyrë që vatrat e identifikuara menjëherë të menaxhohen, papritur që situata të agravohet. Strukturat vendore, siç i përmenda, kanë përgatitur planet e veprimit, duke bërë takime me njësitë vendore, me kryepleq, duke ngritur struktura vullnetare vërtetuese në mënyrë që të kemi një reagim të hershëm, një reagim të shpejtë, që çdo vatrë zjarri të kapet në momentet e para, që dëmet të jenë sa më minimale. Në të gjithë vendin janë mbi 1300 forca zjarr fikse në gatishmëri për sezonin veror, ndërkohë në rastet më të vështira ndërhyrja do të bëhet nga ajri. Në Shqipëri po qarkullojnë 10 mijëra makina pa paguar asnjë detyrim ndaj shtetit. Çdo debitor është njoftuar në rrugë elektronike, por niveli i shlyerjes së pagesave mbetet ende i ulët. Shifrat e regjistrimit të mjeteve tregojnë se 1 në 2 shqiptar është posejduesi një makine, por të dhënat konfirmojnë gjithashtu se 25% e tyre nuk paguajnë taksat vjetore dhe nuk kryejnë kontrollin teknik, ndërsa borxhi ndër vite përllogaritet në afro 17 miliard lek. Deri në fillim qershorit 2025 rezultojnë rreth 256.000 mjete të cilat janë debitor, pra ju ka kaluar afati i vlefshmërisë të taksave. Për vitin 2025, 2024-2025 rezultojnë afërsisht me diku te 50.000 debitor, pra jemi në të njëjtat shifra si vitin e shkuar. DPSHTR me përmirësimin e sistemit të saj e DPSHTR ka bërë të mundur që t'ju shkojë një njoftim automatik çdo pronar i mjeti në momentin e te kalimit të afatit. Sa po mbaron vlefshmëria e taksës, i shkon një njoftim automatik në Jellbenja. Tatimet kanë njoftuar se debitorët do të jenë në lupën e tyre, por mbetet për të parë se si do të evidentohen borxhlinjt. Një pjesë e makinave janë mjete të cilat nuk janë në qarkullim, por që posejduesit nuk kanë kryer çregjistrimin. Drejtoria e Transportit Rrugor thotë se ka procedura për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, me qëllim pezullimin e detyrimeve. Pronarët e mjetit kenë një sensibilizim që në mënyrë që mos të kenë debi apo ngarkesa me taksa, kur mjeti i tyre nuk përdoret, mund ta marrin shumë thjesht të shërbim. Gjithashtu për pronarët e mjetit të cilët kanë vendosur që ta heqin mjetin nga qarkullimi përfundimisht, pra e dinë që nuk do të përdoret më ai mjet, mund të marrin shërbimin e regjistrimit përhershëm apo heqjes përhershme nga qarkullimi me shkatërimin e mjetit, duke ndjek procedurat e shkatërimit tek subjektet e ligjësuara
dhe çregjistrimin përfundimtar pranë DPSHTR. Çregjistrimi i përkohshëm lidhet edhe me emigrantët, të cilët janë positues të një mjeti, por që nuk e përdorin atë gjatë gjithë vitit, ndërkohë që për çregjistrimin e përhershëm kërkohet që mjeti të paguajë të gjitha detyrimet. Të tjera pamje janë publikuar nga opozita për pretendimin se ato tregojnë vjedhjen e votave në 11 maj. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se fenomeni i trenit bullgar është zbatuar në shumë qendra. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti sot pamjet e filmuara nga kamerat brenda qendrave të votimit për të mbështetur akuzat e tij se procesi 11 majit u manipulua. Në një qendër votimi, pamjet tregojnë se komisioneri e hap kutin për të kontrolluar fletën e votimit. Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Rams dhe ka mbrojtje Altin Troplinit. Në një tjetër qendër votimi, komisioneri në shkelje të ligjit shoqëron votuesin në dhomën e fshetit dhe qëndron me të derisa ai voton. Tani shoku komisioner e shoqëron në dhomën e errët, mbasi ai duhet të sigurohet për votën e tij. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha transmetoi edhe pamjet qytetarëve që marrin 2 apo 4 flet për të votuar. Nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 flet votimi. Ai është votues profesionist, plotëson 4 flet aty. Gjithashtu Berisha tregoi pamje kushtin qytetarë që e nxjerrin jashtë qendrës fletën e votimit, një veprim që sipas Partisë Demokratike fakton përdorimin e skemës së trenit bullgar në 11 maj. Farsa elektorale e Edi Rams dhe më pas e Artur Troplinit, e Xhevdet Troplinit dhe Elvis Doçit, e Suel Çels dhe vrazëve të tjerë nuk do kaloj kurrë. Nuk do pranohet kurrë. Prej momenti që përfundoi procesi i numërimit të votave, të gjithë drejtuesit politikë të Partisë Demokratike e kandidatët për deputet po punojnë për të mbledhur çdo provë që fakton deformimin e vullnetit të zgjedhësve, përfshi kontrollin e kamerave të instaluara në qendrat e votimit. Big Basta është finalisti i treti i Ferma VIP 2. Ai mori votën e publikut përkundër Andueli që e rivalizoi. Tashmë në garë kanë mbetur 4 konkurrent, njëri prej të cilëve do të duhet ta ndërpresë rrugtimin në fermë ditën e hënë. Nata çerek finale, Ferma VIP 2 e transmetuar mbrëmjen e së premtes në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, solli emocione të forta, përballje të ashpra dhe surpriza prekse. Mbrëmja e 22 e spektaklit kulmoi me shpalljen e Big Bastës si finalisti i tretë i këtij edicioni. Ndryshe nga netët e mëparshme ku emri i finalistit zbuloi përmes një zarfi, këtë herë vendimi i Agait ishte që nëpërmjet një pishtari zjarri në arenën e jashtme të shfaqi emri i konkurrentit që do të shkonte drejt finales së madhe më 20 qershor. Pas një momenti ankthi mes Big Bastës dhe Anduelit, si një nga televotimet më të forta, Big Basta u konfirmua si fermeri që do të garojë për çmimin prej 100.000 eurosh. Falenderoj gjithë qytetarët, falenderoj gjithë që keni besim të unë, falenderoj edhe Anduelit për... Ndërkohë Andueli e pranoi me sportivitet këtë vendim të publikut, teksa tregoi vendosmëri për të vazhduar garën. Unë absolutisht do ta vazhdoj rrugtimin dhe patjetër do ta marr kokën lart. Pjesa tjetër e mbrëmjes solli sfida vendimtare. 4 të mbeturit në garë, Elinara, Andrea, Ylli dhe Andueli, do të duhet të luftonin sërish. Një sfidë shpejtësie caktoi fatin e fermerëve. Të ndarë në grupe dyshe, ato do të duhet të sfidonin njëri tjetrin duke treguar shkathësi dhe shpejtësi. Në përballjet e zhvilluara, Elinara humbi ndaj Yllit, ndërsa Andrea poshtë nga Andueli. Si pasojë, Elinara dhe Andrea kaluan në një televotim ku njëri prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara ditën e hënë, duke humbur mundësinë për të shpallur fitues i këtij edicioni. Votoni për fermerin që dëshironi të vazhdojë rrugtimin e tij. Ndërkohë Ylli dhe Andueli vazhdojnë rrugëtimin drejt finales.
Në sfontin e tensioneve, mbrëmja solli edhe momente prekse. Elinara, një prej konkurrentëve më të komentuara, ndau me publikun historinë e jetës së saj, që nga fëmijëria, familja, internimi në lushnje e deri tek martesa. Për fatin e keq, vitin që kam ardhur unë jetë, familja ime u internua. Rrëfimi i saj u pasua nga një surprizë emocionuese, teksa motra e saj e vizitoi në dhomën e njëshit. Ferma VIP 2 po i afrohet kulmit, ku çdo natë sill përballje të forta, emocione dhe garë. Finalja e madhe pritet me padurim më 20 qershor, ku do të zbulohet fituesi i çmimit të madh. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë do të ndajemi këtu, natën e mirë.